Presidenti Amerikan Donald Trump tha në një konferencë përshtypëse në shtëpinë e Bardhë se Hamasi do të çarmatoset dhe nëse grupi nuk dorëzohet vetë, Shtetet e Bashkuara do ndërhyjnë për ta bërë këtë, ndoshta edhe me forcë. Hamasi do të çarmatoset sepse tha se do ta bëjë, u shpreh Trump duke shtuar, nëse nuk e bën vetë, do ta bëjmë ne. Presidenti përsëriti atë se çarmatimi do ndodhë shpejt, ndoshta edhe me forcë, por nuk dha detaje konkrete mbi kohëzgjatjen ose mjetet që do të përdoren. Trump tha gjithashtu se kishte folur me Hamasin dhe kishte marrë disa forma sigurie nga ana e tyre. Ai shtoi se dorëzimi i armëve do të realizohet brenda një periudhe të arsyeshme kohore, pa përmendur afate të sakta. Hamasi dhe perspektiva e çarmatimit të tij u përmend nga Donald Trump, i cili mirëpriti homologun e tij Argjentinës Javier Milei në shtëpinë e Bardhë. Nëse ata nuk çarmatosen vetë, ne do t'i çarmatosim, tha presidenti në lidhje me Hamasin. Dhe kjo bëhet shpejt, ndoshta me dhunë, shtoi ai, pa hyrë në detaje rreth formës se si do merrte një operacion të tillë çarmatimi, as rreth afatit që i jep organizatës palestinese. Trump tha se ishte informuar nga Hamasi pasi bisedoi me organizatën dhe se ajo do të çmilitarizohej. Ai tha se bisedimet u zhvilluan përmes njerëzve të mi në nivelin më të lartë. Dihet se dhëndi Jared Kushner dhe ndërmjetësi për lindjen e mesme ishin takuar me udhëheqjen e Hamasit. Trump tha gjithashtu se Hamasi shkatroi 2 banda shumë të këqija në Gaza dhe vrau disa prej tyre, gjë që tha ai nuk më shqetësoi shumë.